إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati që Allahu Azza wa Jall na veçoi dhe na nderoi nga mbar ummetet e mëparshëm që ishin para nesh. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste ku do të flasim mbi begatit dhe mirësitë e ditës së Xumë. Vëllezër të ndershëm, e para çështje që duhet të dihet se Allahu Azza wa Jall këtë ummetin e pejgamberit Allahut e veçoi me ditën e Xumë. Mbar ummetet para nesh gjurmonin dhe hulumtonin për një ditë që është dita më e begatshme, më e ndershme, më e dashur tek Allahu Azza wa Jall. O përpiqen që fotët që ta qellojnë këtë ditë, mirë Allahu Azza wa Jall nuk i orientojnë në ta. Për ata pretenduan dhe menduan se dita e shtunë është dita më e bekuar tek Allahu Azza wa Jall dhe përzgjodhen ditë festë. Gjithashtu krishterët që ishin para nesh o përpiqen që të qellojnë ditën më të ndershme, më të bekuar, më të çmuar tek Allahu Azza wa Jall. Pretenduan dhe menduan se dita e diell. Allahu Azza wa Jall nuk i orientoi ato, e neve na orientoi. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë boni e veçoi për ummetin e pejgamberit Allahut, që nuk ja dhuroi asnjë pejgamberit përpos Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye transmeton Imam Xhabiri ku Gjibrili alayhi salatu wassalam vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në dorën e tij e kishte një pasqyrë të bardhë. Në mesin e pasqyrës së bardhë një njollë e zezë. Dhe pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin alayhi salam se çka është kjo pasqyrë e bardhë. Tha, kjo është dita e Xumë. Ku përpiqen popujt që para jush që të qellojnë këtë ditë, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk ju dhuroi atyre. Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu ta dhuroi dhe boni festë për ti dhe për ummetin tanë. Pastaj pejgamberi Allahut e pyeti dhe i tha, qa është kjo njolla e zezë në mesin e pasqyrës së bardhë? Tha Gjibrili alayhi salam, kjo është dita e kiametit, që tek ne në ditën e ahiretit njihet kjo njolla e zezë si dita e shtimit. Çka do të thotë vëllezër të ndershëm dita e shtimit? Tha, ku Allahu Azza wa Jall e ka një lugin në xhennetin e tij, ku Allahu Azza wa Jall i nxjerr robët e tij dhe i ul në për koltoke. Pejgambert e Allahut ulen në koltoke nga Dukati, ulen në koltoke nga Margarita Shahidët, ulen banor të xhennetit dhe shiqojnë madhnin e Allahut Azza wa Jall. Dhe pastaj tha pejgamberi Allahut, frin një erë, që kjo erë ja zbukuron fitirët edhe më shumë të banorëve të xhennetit. Pra atë kur kthehen tek familjarët e tyre, kur kthehen te gratë e tyre, dhe i thonë se ju pas ka shtu bukuria mbi bukurin që e keni pas. Pra dita e Xumë, vëllezër të ndershëm,
A dita në xhennetin e Allahut Azza wa Jall, kush I quhet fitir Allahut Azza wa Jall. Pra thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zotëria e ditëve është dita e xumë. Nuk ka ditë më madhore dhe më madhështore tek Allahu Azza wa Jall se dita e xumë. Në ditën e xumë ka ndodhur disa ndodhi vëllezër të ndershëm dhe do të ndodhin gjithashtu ditën e xumë. Ajo që ka ndodhur, thot pejgamberi Allahu, se ditën e xumë Allahu Azza wa Jall e ka kriju Ademin alayhi salatu wassalam. Me një transmetim thot gjithashtu se ditën e xumë Allahu Azza wa Jall e ka fut Ademin alayhi salam xhennetin e tij. Dhe ditën e xumë që Allahu Azza wa Jall e ka zbritën Ademin alayhi salatu wassalam në tokë nga xhenneti. Dhe ditën e xumë Allahu Azza wa Jall ja ka marrë shpirtin Ademit alayhi salatu wassalam. Me një transmetim thua se ditën e xumë është dita ku Allahu Azza wa Jall e ka fal Ademin alayhi salatu wassalam. Dhe thot pejgamberi Allahu se nuk ndodh dita e kiametit vetëm ditën e xumë. Pra të ka në transmetime se në mëngjes ditën e xumë s'ka insekt, po s'ka tokë dhe s'ka lum, s'ka kodër dhe s'ka pem, s'ka erë dhe s'ka gjin, s'ka erë dhe s'ka kafsh dhe shtaz, vetëm se në mëngjes frigën se po ndodh dita e kiametit derisa të lindet dielli dhe të ndërshëm. Pra do dhe të ndërshëm begatit dhe mirësit e ditës e xumë janë të shumta. Një ndërto që Allahu Azza wa Jall e bani për besimtarët fest javore. Allahu Azza wa Jall e përzgjodhi se ditën e xumë ta përmbyllë mesazhin e Allahut Azza wa Jall, ta përmbyllë Kur'ani Kerimin ditën e xumë. Si transmetohet, ko një qifut erdh e pyeti Omer ibn Khattabin dhe I tha, juve muslimanve ju ka zbrit një ajet, neve si kur ta ki zbrit kja ajet, ne atë dit do të kishmi shpallën dit feste. E pyet Omeri dhe I thot, cila është ajo dit? Tha fjallë Allahut, cila është ajo ajet? Tha kjo ajet është që thot Allahu Azza wa Jall, el jaume ekmeltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Sot unë e plotësova fen time, sot unë I plotësova begatit e mia ndaj jush. Pra Allahu ditën e xumë e përzgjodhi që t'i plotëson begatit, mirësit që në I dhurojnë neve, dhe thot Allahu Azza wa Jall, dhe islamin fe për ju e përzgjodha. Pra dullet të ndërshëm Ibn Qayyim kur flet për ditën e xumë, ka thonë se dita e xumë I ka më shumë se 33 veçori që nuk I posedon as një ditë tjetër. Ndërsa Imam Suyuti ka zgjeruar edhe më shumë dhe ka thonë se dita e xumë I ka më shumë se 100 begati që veçohet nga ditët tjera. Pra dietarët kanë thonë se dita e xumë për ditët e javës është sikur se muaji Ramazan për muajt tjerë. Dhe në ditën e xumë është një qast, është një kohë që pranohet lutja tek Allahu Azza wa Jall, dhe ki qast që pranohet lutja në ditën e xumës është sikurse nota e Kadrit në Ramazan. Pra të leo të ndëshëm ati që I rregullohet dita e xumë, ju ka rregullu mbar java. Dhe ai që ka mundësi të përjeton muaj në Ramazan, ju ka në rregullu mbar muajt e vitit. Dhe ati që I pranohet haxhi, ju ka mbarsuan, ju ka rregullu mbar jeta. Pra të leo të ndëshëm ne jena ata hisenik që të jemi pjesëmarrës në këtë ditë të madhështore, ku Allahu Azza wa Jall e përzgjodhi për ne, dhe thot pejgamberi Allahu se çifotët nuk ju gjelëzojnë në diçka më shumë se sa në ditën e xumë. Pra thonë të pejgamberi Allahut, ai që nuk prezanton ditën e xumë të një pasnjash me vuloset zemra e tij dhe konsiderohet tek Allahu Azza wa Jall nga munafik.
E kuptuan dhe të ndëshën veçanti ato që janë perëndim që i kalojnë gjumo pas gjumojmë, përse kanë të ardhura shumë mirë, po s'ka bereqet në tamë, nga se vëllezër të ndërshëm mos prezentimi në ditën e gjumo është një ndër krimet e mëdha. Nga se ai që nuk prezenton të re gjumoja të një pas njëshme i vuloset zemra, dhe tek Allahu Azza wa Jall konsiderohet nga hipokritët. Allahu Azza wa Jall na ruaj. Ngren Allahu Azza wa Jall dorë prej atij që nuk prezenton të re gjumoja të një pas njëshme me parësie sheriatike. Pra vëllezër të ndeshëm, duhet me ditë se dita e gjumo është ditë madhore tek Allahu Azza wa Jall, vetëm arritja, vetëm se je gjallë në ditën e gjumo, e ke arrit ditën e gjumo të falen gabimet e vogla për një javë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazet nga namazet. Dhe dita e gjumo prej ditës së gjumo, dhe Ramazani dhe në Ramazan falje gabimeve, shlirjeve gabimeve, nëse i largohes gjunave të mëdhaja. Pra arritja dhe përjetimi i ditës së gjumo, thua elhamdulillah që jam gjallë në ditën e gjumo dhe jenë xhami, nga se i prezenca jote në këtë ditë madhështore, vëllai i dashur musliman, është një ndër begatit dhe mirësit e Allahut Azza wa Jall të mëdha, nga se vetëm me prezentu në ditën e gjumo është falje gabimeve, dhe ka thonë pejgamberi Allahut, ai i cili pastrohet në shtëpinë e tij ditën e gjumo, jo natën e gjumo, po ditën e gjumo, dhe kanë thonë dietar që preferohet që t'jetë pasrimi pas lindjes së diellit, e disa kanë shku edhe më larg, kanë thonë se njeri të pastrohet, të merr gusël, të ban një tush, e pastaj të shkohet drejt në xhami. A di çfarë ndodh vëllai i dashur musliman, se ditën e gjumo nëse pastrohesh, kurse pejgamberi Allahut me një hadith ka thonë e ka obligim çdo njeri që është në moshën madhore në ditën e gjumo me mor gusull. Por ata ka tre mendime të dietarëve, disa thojnë se pastrimi i ditës së gjumo është obligim nga ky hadith. Dhe nga fjala Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, ku Uthman ibn Affani u avonu ditën e gjumo, dhe Omeri ndërpret hutbën dhe i thot Uthmanit, ja Uthman, çka u boti, nga se nuk ishte zakonshme kohën e pejgamberit Allahut që dikush të hije masi të hin imami. A dini përse? Nga se thot pejgamberi Allahut se ditën e gjumo ka melek special që qëndrojnë në portat në hyrjet e xhamisë. Në ditën e gjumo vinë melek të cilët i regjistrojnë pjesëmarrësit që bojnë që morin pjesë në faljen e namazit të gjumos dhe shkeruan derisa imami të dalën në xhami. Para ata i fundi që duhet hinë xhami është imami. A kuptuat pse ne vonomi? Që na vonomi vëllezër të ndërshëm, i marami shpresoj që ti në xhami edhe pse nuk ndodh te ne shqiptarët, për shkak se ne kemi dëshirë që imami që ti parje na, atëherë kur dhe vene vakti edhe na him mujshmi me mërin gjumon, na mjafton neve. Je i privuar nga regjistrat e melekëve që të shënojnë ditën e gjumon, nga se ka thonë pejgamberi Allahut, nëse hin imamin xhami ditën e gjumon dhe hin ngjitet në hidbë, melekët i palosin fletushkat e tyre, pra nuk shënojnë mo as një njeri që hin pas tyre. E pastaj imami kur të nise me ligjeru, atëre duhet të heshtët, nga se ai i cili flet me vëllavin e vet, apo ai që shiqon celularin e vet, nuk ka gjumo. Në një transmetim thot nuk ka sevapeve të gjumos, po i shkruat ati drejk që ka falë ditë. Privohet nga namazi gjumos për çkak se ka diskutu me vëllavin e vet. Për ata Abdullah ibn Omeri aq i vrashk ishte kur folën një di afër tyre, e tha një fjalë që kishte të zakonshme. Abdullah ibn Omeri ti thot, tha ti që po flet me atë shoqin e vet, shoqin tan, ti e gomar,
ndërsa ai që po të ndëgjon ti dhe po komunikon me ti ka met pa gjumo, mirë po ai ka hup se vapët e gjumos. Para ta kanë preferu djetarët që kur i xhamin mos me prit edhe e zoni mu therë ditën e gjumo, kjo është e veçantë. Ne kur im xhami e dim se para se mu ul mi fal dy rekat namaz, se pejgamberi Allahut ishte duke ligjeru në ditën e gjumo dhe erë një sahabi i quajtur Sulejk ibn Ghatafani dhe u ul, tha pejgamberi Allahut të ndërpeti i të tha i fale dy rekat namaz për shëndetje xhamis ta jo, ngritu fali dhe mos i zgjat ato. Pra ditën e gjumo, kur dish ezani, edhe ezani nëse therë është përgjigja e muezinit të sunet, me ndëgju hitbën është vajib. Para ta vleo të ndëshëm nuk pritë deri të krijet ezani, pa i falë dy rekat namaz dhe ulesh edhe ndëgjon hitbën, nga se ndëgjimi hitbës është obligim, si që e ke obligim dhe faljen e namazit të gjumos. Pra të leho të ndëshëm ka veçori dita e gjumo dhe begatit të mëdhaja. Me lekët i palosin shfetushkat e tire dhe hin me laqet për të ndëgju ligjeruesin qfar po këshillon. Pra të leho të ndëshëm pejgamberi Allahu na tregonte dhe thonte, a e dini cili është namazi ma i preferuar tek Allahu Azza wa Jall me xhamat? Tha xhamazi ma i preferuar tek Allahu me xhamat është namazi sabahut ditën e gjumo. Namazi sabahut ditën e gjumo është një ndër namazet më të preferuar te Allahu Azza wa Jall. Atë ka ndodhur ti çdo gjumo që zën gjumi dhe del dilli. Atëherë ti ke problem me shejtanët të cilët kanë rrethaku. Në xhanti ditën e gjumo shumë njerëzve ik namazi me xhamat për shkak se shejtani nëse s'ka mundësi që ditëve tjera ta pengon ditën e gjumo, insiston që të jupes një disa sevape të privohet nga një sevap i madh që Allahu Azza wa Jall e ka veçuar ditën e gjumo. Pra prej se qele dillin mëngjes vëllezër të ndershëm janë nisin sevapët të shkëruan dhe të stërmadhohen derisa pejgamberi Allahu thonte qoni salavat mbi mund ditën e gjumo sa ma shumë nga se salavatet për shëndetjet e juaja më prezentohen ditën e gjumo. Pra cili është dallimi ne me qu salavat ditën e gjumo dhe salavatet që ja qojnë pejgamberit Allahut jashtë ditës së gjumo. Vëllezër të ndershëm dëgjoni këtë moment. Nga se pejgamberi Allahut thonte ditën e gjumon prezentohen salavatet për shëndetjet e juaja tek unë dhe unë ja kthej atinve selamin që më kanë qu selam ditën e gjumo. Thanë, ja Rasulullah, si ka mundësi të prezentohen salavat tonë, ndërsa ti vetëm se je të retën, je kalbën. Tha pejgamberi Allahut, Allahu ja ka ndaluan tokës që ti të retë trupat e pejgamberëve. Pra Allahu tha ma këthen shpirtin dhe mun, jam ai dëshmitar, kur të prezentohen për shëndetjet të cilët dërgojnë ummeti im ndaj pejgamberit Allahut. Pra ka thonë pejgamberi Allahut se her njeri që qonë salavat bi pejgamberin Allahut ka melek që ja përcelin selamin pejgamberit Allahut. A ke dëshirë që qisi ja dërgojnë pejgamberit Allahut, a donë me ditë si ja dërgojnë selamin, salavatin pejgamberit Allahut ditëve të zakonshme. I qojnë selam pejgamberit Allahut dhe i thojnë filoni, biri filonit ka qu selam. Dhe thot Allahu ma këthajnë shpirtin dhe unë ja këthajnë selamin filonit. Ndërsa ditën e gjumon prezentohet. Qka do me thonë prezentohen kanë ndërishu mendimet e djetarë. Mirë po shumica e djetarëve thot do me thonë me lekët i grumbullojnë salavatet dhe shkojnë japin në raport para pejgamberit Allahut se filoni sot ti ka qunë nimi salavate mbi ty. Para të Wahb ibn Zejdi thonte, Abdullah ibn Mesudin zansi pejgamberit Allahut më thonte, ja Wahb, mos kalon një gjumo e ti pa i qu salavat pejgamberit Allahut s'paku nimi her. E thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. A ka në eron? E qëfar ndodhë nëse ti i qonë salavat pejgamberit Allahut, ndëgjën e vledër u bejmë një kapë.
Kjo është vlen për neve në veçanti shqiptar që nuk dim të lutmi Allahut Azza wa Jall, as arabisht, as makedonisht, as anglisht, as gjermanisht, e as nuk dim as shqip Allahut më ju lut. Atëre vëllezër të ndershëm, kjo është recepti nëse nuk din më lut Allahut tan. Dhe çfarë të bëj unë ditën e xumës, ndëgjoj këtë hadith që e transmeton Ubej ibn Ka'bi, që i tha pejgamberit Allahut, tha ja Rasulullah, e kam zakon, unë që ti lutem Allahut Azza wa Jall me një kohë gjatë ditës, dhe preferohet që çoj salavat mbi ty e pastaj të lutem sa pjesën e kohës që e kam përcaktu unë me më lutën sa çoj salavat mbi ty. Tha pejgamberi Allahut, ço salavat sa të duash. Sa të thot zemra jote, ço salavat mbi pejgamberin Allah. Me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed, është e mjaftush. Mirë me thonën atë salavatu Ibrahime, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inneka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inneka hamidun majid. Kjo është me e plot. Tha qo salavat sa të kuptis zemra jote. Tha atërë një të tretën e kohës përcaktuar do qoj salavat, pastaj do të lutë. Tha qo salavat sa duesh, nëse qonë ma shumë është ma mirë për ty. Tha atërë një të ditën pedoj për gjisë kohë, nëse kam përcaktu një orë më lutë gjisë ore, po qoj salavat gjisë për lutë. Tha nëse e shton dhe ma mirë për ti, tha atëre ditë të retët po bëj qoj salavat dhe pastaj po lut në tha, nëse e shton dhe ma mirë, tha atëre hiç po lut në po qoj salavat bi pejgamberin Allah, tha ja Ubej, dhe gjone me vëmendje. Tha nëse e vepron këta, Allahu Azza wa Jall t'jep mish dhe për di dhurata që ti jep ty. Allahu t'i largon brengët dhe Allahu t'i fal gjunot. Brengat e dunjos, Allahu t'i largon borgjin, Allahu Azza wa Jall tash li. Gajle dhe probleme që i kje dunjos, Allahu t'i largon, e nëse Allahu t'i pastron dhe t'i largon gjunat, atëre dhe t'gajle të ahiretit, Allahu t'i hek. Për ata leo të ndërsëm qelë si cili i shlien gabimet dhe i largon brengat as salavati bi pejgamberin Allah. Për këtë arsye kanë thonë se s'ka ilaç më të mirë për ata që janë të sprovuar me magji, ato që janë të sprovuar me haset, ato që janë të sprovuar me mësirë se sa me që salavat bi pejgamberin Allah, nga se brenga më e madhe e tyre është ata që e vuajnë në gjokësët e tyre. Salavati bi pejgamberin Allah të shkerin dhe i dëbon shejtanët të cilët i ruajnë magjin, që e ruajnë mësishin dhe zilin. E në veçanti ditën e gjumon, pejgamberit Allah t'i i të raporti, ka thonë filoni, biri filonit, stërmadhoat se vapi tek Allahu Azza wa Jall, deri sa meleku që ndronë për pejgamberit Allah, thash i qobi filoni, biri filonit, qka ka punu sot, qka ka punu këj njerut, ka quan 1000 herë salavat në bity. Disa ka thonë se ditën e gjumash e veçanë, se gjdo herë salavatët shkojnë në përmes melekve, për vetë se ditën e gjumash salavatët shkojnë direkt të vorri pejgamberit Allah, që Allahu Azza wa Jall ka kriju një melek që qëndëron të koka pejgamberit Allah dhe i ndëgjon salavatët që ja dërgojnë njerëzit dhe njofton pejgamberin Allah se filoni, biri filonit ka qu salavat. Ai që njëherë i qonë pejgamberit salavat, Allahu ja këthen me 10, melekët ja këti këthen ka 10, nëse 1000 herë ti përpjestoje me 10, dalin 10.000 herë, Allahu tien për ti, Allahu shlon në rahmet, dhe 10.000 herë melekët lutën për ti, a ka mish dhe me mo dhe vlehët të ndërsh. Pra vlehët të ndërshën ditën e gjuma, gjithashtu thot pejgamberi Allahut, ai që pastrohet në shtëpinë e ti. Pra ai që merë gusëll dhe kanë ditën sahabët se pastrimi ditën e gjuma është vajib si pas disa djetarë. Për çdo njeri që ka i në moshën madhore me morën gusëll për ditën e gjuma, e disa qërë kanë thonë se sunet, dhe unë i takoj mendimit se janë sunet vetëm një rast, ai që është i gjersitëm ditën e gjuma e ka obligim me bo gusëll ditën e gjuma. Pra se vapi cili është ndëgjon e vledhët të ndërshëm, thot pejgamberi Allah,
ai që merr gusëll në shtëpinë e vet, ai që pastron trupin shtëpinë e vet, e parfymos vetën e vet dhe del herët në xhami dhe hec dhe nuk hi pra hec, vjen kam dhe afrohet e imami, se vapi ma imam ash ma afrohet e ibe ku ligjeron imami. Ai që afrohet imamit mësa afërmi cilja se vapit, tha për gjdo hap që e qetë drejt xhamis ditën e gjuma, e ka shpërbëlimin sukur një vjet me pas agjeru ditën dhe me fal namaz not. Ai që i ka 100 hapa sikur 100 vjet me pas adhuru Allahun azza wa jall. Adhërprej. Këtë bujari dhe këtë mirësi kush e përveç se Allahut azza wa jall. Para ta më vleo të ndëshëm kur ini Othman ibn Affani Omeri ndërpen hitbën dhe i thot o filan, tha qka o bo me ti, tha ja emir al-mu'minin, tha ma prekopun pun veç kër e nita e zoni, tha shkoha në shpi veç mora abdes dhe dola, tha plus veç abdes, kurse pejgamberi Allahut ka thonë me mor gosëll, dhe ullet Othman ibn Affani nga kekja smetim, ka thonë djetar sahabët kanë hesht, mu paskon obligim e kishin këthi Othmanin me shku me mor gosëll. Pra në ditën e gjuma është e rëndësishme gosëlli vledhë të ndërshëm parfimosja, mirë po një shka shumë e rëndësishme nëse donë me mri se vapin, e ditës e gjuma, ka thonë gjithashtu ven xhami, amo nuk i këcen, nuk i ndonë di njerës. E ne kena zakon u gjumët e derë. Mit në të folë, shkoni të para, sa pun mi që shqiptar të parë. Allahu na mësof më mësu me ec të parë. Pejgamberi Allahu thot duka qit një hap në dunja ma i vlerëshëm se sa një saf ku e kje zbrat me mush këta. Mi mush për parë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për para ka ngaru cëlli pezën safin e parë, cëlli po qëndron safin e dit, nga se Abdullah ibn Mesudi ishte i pari që shkon të në xhami ditën e gjuma. Transmeton Alkame thot, veç një dit ka qenë dita ma e dëshpruar për Abdullah Mesudin. A e dini cila dit, kur Abdullah xhami dhe i gjenë 3 njerëz para ati në xhami, dëshpërohet mërsitët brengosët Abdullah Mesudi dhe Alkame e pyet e baba Abdurrahman, pse ka që i mërzit shumë, tha se 3 para mua, pas në met i 4. E kam dëgju pejgamberin Allahu se njerëz ditën e kiametit ku ta shiqojnë Allahun azza wa jall ugjën safe, ugjën në radha me shiqu zotin e tyre. Ai që ka arnë xhami ma herët, ugjën në safin e parë. Ai që ugjën në safin e dit, në xhennet do të shiqojnë Allahun. Ai që ugjën në safin e tret, tha dhe unë i 4 pas në met, apo një transmitim i 3 pas në met, kanë shna vonu, po inshallah nuk vanona. Andëgjoni për ata që nuk dojnë me shku të para. Asesi, ka thonë se mërat e më gjundop njerëz kanë me nejt për mas e për mas, deri Allahu azza wa jall t'i len për mas dhe në xhennet. Edhe nëse i në xhennet. Edhe nëse i në xhennet, si mi pari me pejgamberin Allahut, për çka këse para te ka zbrastin, ama ti nuk e plotson. Ato vonohen gjumo, ato që vonohen pas imami del hidve, kanë më vonu dhe me hin xhennet, thot pejgamberi Allahut, edhe nëse i në xhennet. Allahu në bof nasib gjennetin, në kuptov dinin Allahut azza wa jall, në bof të përmbajtu në atë të cilën pejgamberi Allahut në njoftoj, për shkak se ne jena më të nevojshëm për këto sevape dhe këto mirësi, ditën e vetmis dhe ditën ku takomi me Allahun azza wa jall. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ledhët të ndërshëm, ardhja herët në xhamin veçantit ditën e gjuma, ka shumë shpërblime të Allahu azza wa jall. Një ndërto është përmen këtë hadith pejgamberit Allahut, ai që vjen në çastet e parë, ai që vjen më herët, e ka shpërblimin si kur një dev me prej kurban. Kurse ai që vonohet pak pas tij, e ka shpërblimin si një lop me prej kurban. Ai që vonohet ma vonë ka thonë si një dash me prej kurban. Ai që vjen pas i 4, ka thonë e ka shpërblimin si kur me prej një gjell.
E ai që vënot ma vonë, ka këdhonë si kur me dhonë një vezë për Allah. Për këtë arsye ti kishe dëshirë që një deve me prej për Allahun tanë, apo e ke dëshirë që vetëm një vezë me dhonë për Allahun Azza wa Jall. Pra ardhja në xhami ditën e xhumas është problemi madh, dhe ti që din me lexu Kur'an është e preferuar, siç ka zbetohet nga selefët sahabët, leximi suratul Kahf. Ai që dhe lexon suratul Kahf gjatë ditës së xumam, kanë ardhur disa transmetime të ndryshme, edhe pse disa dietarë konsiderojnë si transmetime të dobta, mirë po sahabët transmetohen nga sahabët të cilët thuhet se sahabët nuk kanë mundësi të flasin nga mendja e tyre. Cili është problemi i leximit suratul Kahf? Ka thonë me një transmetim, thot pejgamberi Allahut, ai që e lexon suratul Kahf do të ndriçohet atij prej asaj dite deri në xhumën e ardhshme. Pra ati që i ndriçohet s'ka punë shejtani me to. Me një transmetimi Imam Bayhaqi transmeton ai që e lexon suratul Kahf i ndriçohet atij sa pikto e në shtëpinë e lash sa pikto e në Mekka. Që nën kupton se i ndriçohet varri i tij, i ndriçohet drita në ditën e Kiametit kur ringjallet para Zotit të vet. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, ai që e lexon suratul Kahf me një transmetim që e ka nxjerrë Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, si më kujtohet, thot ai që e lexon suratul Kahf 8 ditë është i fortifikuar nga sprovat, me dal ato ditë dëxhalli s'ka mundësi asgjë mi bë atij. Nga se pejgamberi Allahut ka thonë, nëse del shfaqet dëxhalli, lexoni 10 ajetet e fundit të suratul Kahf, apo 10 ajetet e para të suratul Kahf është fortifikat nga sprovat e dëxhallit. Ku pejgamberi Allahut u lut te çdo namaz, Allahu na mbrojt nga sprovat e dëxhallit. Leximi i suratul Kahf është madhështore ditën e xumës, mirë po ma e çmuar vëllezër të ndershëm ditën e xumës, edhe pse kam për të thonë shumë për ditën e xumës, mirë po e përmbylli për çka kohës. Thot pejgamberi Allahut se në ditën e xumës është një çast që nuk i lutet një rob Zotit vet, çka doje le ti lutet, Allahu ka më jo përgjigj atij. E cili është ki qast në njena kërështar të dim ke qast. Kanal nimët me dime djetarë, mirë po dijan mendimet më të sakta të djetarë. Dhe kanë ndryshu mendimet e djetarëve se a çdo xumë është në qatë ko apo ndryshon. Po me gjitha ta vleo të ndëshëm, këto janë di transmetime e para prej atynve është. Thot me një transmetim që transmeton Ebu Berdet ibn Ebu Musa al-Ashariu. Djali Ebu Musa al-Ashariut, Abdullah ibn Omeri e pyet dhe i thot, helbete për këtë qast mos kanë dëgju baba jot, mos ka transmetu diçka se kuna është ki qast, thot po e kam dëgju babën tem, që e kanë dëgju pejgamberin Allah, që e ka njoftuan kuna është ki qast. Cilja qast? Ka thonë prej se imami tipen hit betullet në karik deri të falet namazi xumës. Kjo është koha që pranohet duaja, si çka arë me një transmetim. Me një transmetim tjetër thuat pejgamberi Allahut kur tha se është një qast që Allah i pranon duat, than ja Rasulullah, cilja ki qast ta prej se të thirët i kameti deri të falet namazi xumës. Pra ditën e xumës, gjatë namazit xumës, në çanti kur jenë sesh dhe lutë Zotit tanë, se anë një qast që Allahu Azza wa Jall përgjigjet lutjeve. Dhe diti mendim që kanë anu shumë djetar, shumë sahabe, shok të pejgamberit Allahut është, ki qast është para se të perëndon dili, në fund të ditës së xumës, para se të perëndon dili, dhe ndëgjon e ke transmetim të bukur i cili transmetohen nga Ebu Hurajra. Ebu Hurajra radiallahu anhu thot, dola te kodra e Turit në Palestinën e sotme që gjendet, tha e vizitova xhamin e Turit, a gje shkova dhe e takova Kabe al-Ahbari. Kabe al-Ahbari ka qenë nga djetarët e qifutve të cilët e ka dit, e ka lexu Tevratin. Dhe ullëm diskutoj me ta, a i me informon të qka gjindën në Tevrat, ndërsa unë i tregojsh të qka kam dëgju nga pejgamberi Allahut, dhe erë tema i thash ka pejgamberi Allahut në ka njoftu se dita me e famshme, tek Allahu a dita e xumoja numrova ato të cilët i përmendëm na, dhe një ndër ta thash është një qas që Allahu e pranon lutjen. Kabe al-Ahbari tha, a vetëm një xumo në vit? Tha jo, gjdo xumon, gjdo javë. Tha te ne
e na e mendojmë se njerë në vit. Ta lexoj edhe njerë të vratë. Kur e lexon të vratin e shletot, të vërtet, gjdo gjumohën këngë. Pastaj e trakon Ebu Hurajra radiallahu anhu, një sahabi i cili e korrigjon Ebu Hurajrën, tha me pas zonë ti e para se me shku në tori, kisha pengu, kisha ndalu me shku. Pse Ebu Hurajra? Tha për shkak se pejgamberi Allahut ka ndalu që me qëllim ibadetit të vizitohen vetëm 3 xhami. Xhamia e pejgamberit Allahut, Qabja dhe Aksaje. Jashtë këtyre xhamive nuk lejohet njeri o moniz për këto me vizitu Sultan Ahmed. A mo ban me shku Agjeb me fal namaz nëse ke shku për turizëm, për shëtitje, a mo për qëllim ibadetit, ndalohet njeri u të niset prej në shtëpi me shkuan të xhamia Ebu Ejub el Ansariu. Vetëm 3 xhamia në të shejta që shumë fishohat shpërblim. Pastaj tha e takova Abdullah ibn Selamin, njëri prej dietarëve që i futve që e pat pranu Islamin, dhe i thash Ka'b el-Ahbari më tha se të kijun të vrat po shkëruj ka se ashtë një qas ditën e gjuma që pranohet. Cili a ki qas? Tha dhe më ka thonë Ka'b el-Ahbari si një ardhvit, tha ka gabu Ka'bi, tha ka dale e përmisoj tha gabimi, e lezoj të vratin dhe e pasën gjdo javë, tha e ka qëllu atëre Ka'bi. Tha unë e di edhe bash sakt se ditën e gjumo kur është ki qas. Ebu Hurajra tha pash Allahun mos u ban koprat, trego ma bare mu. Tha do tregoj, tha kjo atkia qas para se të perëndon dilli. Atër Ebu Hurajra korrigjon Abdullah ibn Selami dhe i thot si ka mundësi para se me perëndu dilli, kurse pejgamberi Allahut në një transmetim thot një njeri i lut nëse qëllon këtë qast, duke qenë namaz dhe i lutët Allahut, Allahu ja pranon lutjen ati. E para se perëndon dillin e në ndalu me bo namaz. Kështu i thot Ebu Hurajra, Abdullah ibn Selami i këthen se gjevapin Ebu Hurajra dhe thot ja Ebu Hurajra, as ka thonë pejgamberi Allahut, ai që vjen para namazit, merr abdes në shtëpi, ai që vjen para namazit dhe qëndron në xhami prit me fal namazin, është namaz? Tha po, ta që kja qasë. Hinë gjami vëlla i dashër i falë dire qatë dhe ti e prit akshamin. Që ato janë qasë që pranohet doaja dhuqë. Para ta mos banë muhabet, mos diskoto, në veçanti ditën e gjumon, po para qitë janë nevojët e tua dhe kërkeset e tua, Zotit tanë, lusim Allahun azza wa jall, që Allahu mos në përvion nga mirësit e ditës e gjumon, e nëse s'kena mundësien që ti lutë mi Allahut tonë të veprojmë vepra, të qojmë salavat bi pejgamberin Allahut, nga se Allahu azza wa jall ka qujnë salavat bi pejgamberin Allahut dhe nga ka porosit, neve që qojmë salavat duke thonë, inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala nabi, ya eyyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.